Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, vazhdojmë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e urdhëron Abu Dharrin radhiyallahu anhu dhe të gjithë ata të cilët ndjekin shembullin e Abu Dharrit, ku ndër të tjera ai thotë: "Wa amarani an aqula al-haqqa walau kana murra." Më ka urdhëruar ai profeti alayhi salatu wasalam ta them të vërtetën dhe në qoftë e vërteta e hidhur. Shpesh njerëzit tek e vërteta ose tek nocioni i të vërtetës kanë koncepte të tyre të ndryshme. Por e vërteta ose nocioni i të vërtetës të cilin e synon Allahu xhalla xhelalu, haku të cilin synon Allahu subhanahu wa taala, është e vërteta të cilën e shpalli Allahu subhanahu wa taala, e ligjëroi Allahu, e legjitimoi Allahu subhanahu wa taala dhe për të dërgoi dhe të dërguar të cilët ftuan në të. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam do të jepte shembullin e kësaj të vërtete, ku dikush shkon dhe ndërmjetëson tek i dërguari i Zotit, konkretisht Usama ibn Zeid, shkon dhe ndërmjetëson tek i dërguari i Zotit për një zonjë, Fatima al-Makhzumia, e cila kishte kryer vjedhje ose kishte kryer një krim që e dënon Islami, pra e dënon ligji islam. Dhe profeti i Zotit alayhi salatu wasalam, pasi u nevrikos për këtë ndërmjetësim të padrejtë, nuk u mjaftua që t'i fliste Usamës apo kush e kishte organizuar Usamën, por dolim publik sepse e kuptoi shumë mirë që njerëzit kanë nevojë për një mësim të tillë, dhe ashtu thot siç ishte i nxehur për i dërguar i Zotit, edhe kur ishte i nxehur nuk fliste vetëm se të vërtetën, pra nuk fliste mbi bazën e emocionit. U flet njerëzve dhe thot: "A nuk e dini se Allahu subhanahu wa taala i ka shkatruar ata të cilët kanë jetuar para jush për faktin se kur vidhte i ndershmi do i nderuar në mesin e njerëzve, domethënë njeriu me post, po ai që vjedh nuk mund të jetë i ndershëm. Kur vidhte njeriu me post dhe pozit, pra që vinte nga një kategori fisnike njerëzish, ata e toleronin, e fshihnin madje krimin e tij. Dhe kur vidhte apo kryente një krim ose një gjuna, personi i cili nuk kishte krah, ndaj tij merrnin masa dhe zbatonin ligjin e Zotit. Pra për këtë arsye u shkatruan. Thot wallahi, pasha Allahun. Dhe kur betohej i dërguar i Zotit në Allahun, domethënë sepse ishin betime të rralla, tregonte për rëndësinë e asaj që ai po fliste. Sot e gjen personin i cili po shet në treg pasha Allahun. E gjen dikë i cili po flet një fjalë të tij dhe don ta mbështes pasha Allahun. E gjen një person i cili don të vërtetojë fjalën e tij dhe betohet në Allahun. Kjo nuk është për etikës islame. Profeti alayhi salam u betonte atëherë kur ishte e domosdoshme apo e nevojshme, si në rastin konkret kur dëshironte të tregonte rëndësinë e asaj që ai do të thojë. Thot pasha Allahun, jo Fatimja për cilën ju po ndërmjetësoni, por edhe sikur Fatimja, vajza ime, të kryente këtë krim, do kisha zbatuar ligjin e Allahut subhanahu wa taala, të parashikuar apo të ligjëruar për një vepër të tillë. Pra e thonte të vërtetën edhe kur ishte e hidhur, sepse e vërteta për disa të nderuarit e mi do të vijë hidhur. Por e rëndësishme është që të arrisi ke Allahu xhelle xhelalu. Dikujt i kërkohet të dëshmojë në diçka që ka qenë prezent, por që personin ndaj të cilit ai po dëshmon është një afërm i tij ose një person që ka lidhje ai me të. Nëse për hatrin e tij do ta ndryshojë dëshminë, ato që ka jetuar, ato që ka parë, ato që ka dëgjuar, ato që është dëshmitar okular, ky ka tradhtuar Allahun, lidhjen që ka me Allahun, ka tradhtuar veten e tij. Dhe këtu vihet në provë besimi i njeriut. I gjithë besimi i njeriut vihet në provë pikërisht në këtë rast. Rasti domethënë kur ty të kërkohet të jesh besimtar me Allahun subhanahu wa taala. Kur vjen puna tek feja e Zotit, ka prej tyre të cilët tundohen, struken, ka prej tyre të cilët domethënë
kanë një lloj ndrojtje, ta shprehin se janë besimtarë apo përkatës të kësaj feje. Nuk kanë nder më të madh dhe privilegj më të madh që mund t'i adhurojë Allahu subhanahu wa taala krijesës së tij veç pasimit të Islamit. Ndoshta mund të vjerë një turp dhe mund të jesh i ndrojtur se sjellje dhe fjalë të ndryshme të praktikës tënde të përditshme bien ndesh me fenë. Por jo që ti t'jesh i ndrojtur apo i turpruar ta shprehesh se je pjesëtar i kësaj feje. Nuk jetonin kështu të parët tanë. Ai Abu Bekri radhiyallahu anhu i kërkon leje pejgamberit alayhi salatu wasalam të dalë dhe të flas publikisht kurajshitëve. Pra që mos e bënin atë thirrjen në fenë në grupe të caktuara për ta bënte në publik totalisht, ndërkohë që profeti alayhi salatu wasalam i kërkonte që jo Abu Bekr, pra se nuk do të jetë e duhura, pra në çfarë nuk do të jetë e duhura, do të ndëshkojnë. Dhe ashtu ndodhi në të vërtetë. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu në të njëjtën formë kur e pranoi Islamin, i thot profeti alayhi salatu wasalam, tani o Abu Dharr, pasi Allahu të nderoi me pranimin e Islamit, shko dhe kthehu në vend lindje tek fisi jot, qëndro atje derisa të çoj unë lajm. Ndërsa Abu Dharri nuk e dëgjoi të dërguarin e Zotit sepse ishte ndjenja e brendshme. Dhe pati dhe pasoja të cilat domethënë i përballoi. Ama profeti alayhi salatu wasalam në atë që i komunikonte merrte parasysh dhe atë që do të ndodhte. Pra logjika njerëzore, ndërkohë që Abu Dharri shkoi në mesin e qapës dhe tha: "O kurajshit, a nuk ju vjen turp që e pranon Islamin një person i largët si puna ime, pra që vjen nga larg, dhe ju nuk thoni la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, ndërkohë që profeti alayhi salatu wasalam është lindur, është rritur, ka jetuar në mesin tuaj, pra dini gjithçka rreth tij." Pa një pa dy e sulmuan në një formë tepër të frikshme, aq sa nëse nuk do të ishte kaderi i Allahut më pas ndërhyrja e Abbasit, që ishte xhaxhai i pejgamberit asë kohë jo musliman, nuk do të ishte ndërhyrja e tij, ndoshta edhe do e kishin ekzekutuar fare, sepse nuk e njihnin kush është. Ndërkohë që Abbasi tha: "Ju nuk e dini se kë po sulmoni? Ky person ka një fis shumë të madh pas vetes dhe fisi i tij gjendet në një rrugë kyçe nga ku kalojnë karavanet tona dhe vijnë furnizimet tona." Ai u thot: "Vallahi, nëse nuk i jep leje pejgamberi alayhi salatu wasalam, kokër gruri nuk vjen më në Mekë, pra nuk kalon për në Mekë." Mirë po i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam, për te e përplasje si mund të kishte me popullin e tij, ishte njeri i mëshirshëm, ishte njeri i drejtë, ishte njeri i hakut. E thonte hakun të vërtetën, e jetonte hakun, e jetonte të vërtetën. Nuk i bënte përshtypje se çfarë do të jetë mendimi të tjerëve, çfarë përshtypje dhe opinioni do të ketë tjetri për ty. E rëndësishme është se cili do të jetë gjykimi i Allahut për ty. Do të jetë afrim për tek Zoti xhel xhelalu, sepse çdo gjë që ne jetojmë këtë dynja, qoftë post, qoftë pozitë, reputacion, shoqëri, miqësi, e gjithë këto gjëra të kësaj natyre janë të përkohshme, do të largohen, dhe gjëja e parë që humbet njeriu i nderuar nga kjo jetë është emri i tij. Sa po jep shpirt dhe kërkojnë të bëjnë detyrat e fundit të varrosin, nuk thret më njeri në emër filani dhe fistegu, po thonë silleni xhenazën apo silleni kufomën, qoftë për ta larë, qoftë për të kryer shërbimet e tjera dhe për ta varrosur, qoftë dhe për ta falur, që do të thotë që mos u kreno shumë me emrin tënd. Le të jetë emri jot puna të cilën e vepron. Le të njihesh tek Allahu xhel xhelalu mbi 7 palqije, pa nuk ka shumë rëndësi nëse të njohin apo s'njohin krijesat e Allahut subhanahu wa taala mbi tokë. El haqqu min rabbik fala takunanna min al mumtarin. Haku, thot Allahu xhel xhelalu për i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam, vjen prej Zotit gjithësisë. Dhe mos jeni në të prej polemizuesve, mos jeni në të prej dyshuesve, mos jeni në të prej keq interpretuesve apo prej atyre të cilët nuk besojnë ashtu siç duhet në të vërtetën në të cilën na e shpalli Allahu. E vërteta është prej Zotit, nuk ka nevojë për zbukurimet tona,
sepse ka prej tyre të cilët kur përballen me njerëz të caktuar me pozitë apo që mund t'i lidhi një interes personal shumë i ngushtë, nisin rujna Zot dhe mos na bëjë Allah prej tyre dhe udhëzojë çdo i cili është në këtë gjendje, t'ia zbukurojë ashtu siç bën punën shejtani i mallkuar duke e zbukuruar të keqen të tjerëve. Nis dhe ja zbut, mirë po nuk e kupton se po ja stolis dhe po ja zbukuron tjetrit të keqen dhe po e largon nga e mira, po i legjitimon të keqen në të cilët ai ndodhet. Lutemi ty e mëdhnueshmi Allah na bëj prej vepër mirëve, për atyre të cilët e thonë të drejtën dhe punojnë me të, në mundso Zot të afrohemi me njëri tjetrin në emrin tënd, në emrin të dashurisë tënde, në emrin të Hakut, të cilin ti na e ke shpallur. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Shkon një ditë për ditësh, sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu dhe i thotë të dërguarit të Zotit: "O i dërguari i Allahut, ndoshta kurejshitëve ose kurejshët ose idhujtarët e Mekës, banorët e Mekës, i pengon fakti që nuk jo të gjithë e dëgjojnë Kur'anin famlar, pra kanë dëgjuar për Kur'anin, po jo Kur'anin vetë. Ndaj sikur të më lejoje të shkoja dhe të këndoja Kur'an në mes Qabës." Tani nëse do të dalësh rrugëve të Tiranës dhe do të lexosh Kur'an, kurse ka një vlerë të madhe sepse njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë tip po bën. Ndërsa kurejshitët e kishin gjuhën e tyre, pra ishte më së e qartë ajo që dëgjonin, madje mahnitenin kur dëgjonin Kur'anin famlar. Madje mos t'ju duket habi se Ebu Sufjan ibn Harb, Ebu Xehli me shok, shkonin fshehtas të vetmuar për të dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasalam të këndonte Kur'an në shtëpinë e tij ose aty ku ai qëndronte, domethënë i vetmuar. Dhe kur takoheshin me njëri tjetrin, i kërkonin njëri tjetrit që t'i jepnin besën që nuk do ta vepronin diçka të tillë më. Pra kush ishte kryenësia, mendjemallësia, shejtani që ishte më i madh se sa ata vetë, që nuk lejonte të pasonin ato që vetë zemra domethënë e tërhiqte. Por kjo nuk ndodh domethënë dhe me jo arabët. Ndaj dhe Abdullah ibn Mas'udi i kërkon pejgamberit leje, thotë: "Abdullah, ashtu është, por sikur ta merrte përsipër dikush vetë shteje, sepse ti je pa mbështetje." Pra gjithmonë i dërguari i Zotit alayhis salatu wasalam flet me logjik, flet me arsye, me aktualitet, me llogari. Thotë sikur dikush tjetër vetë shteje. Dhe Abdullah radhiyallahu anhu ka qenë prej atyre personave që Zoti e kishte begatuar me një zë shumë të bukur në Kur'anin famlar, dhe kjo është dhunti prej Zotit të gjithësisë, nuk është se dikush e fiton. Pra kujt ja ka dhënë Allahu, le ta përdori për mirë. Ai sa vetë i dërguar i Zotit i kërkonte këtij zotërie të nderuar që të këndonte Kur'an, dhe ai Abdullah i thonte: "O i dërguar i Zotit, si mund të këndoj Kur'an ty ndërkohë që ai ty të shpallur?" Dhe në rastin konkret Abdullahu e merr përsipër që të shkonte në mesin e Qabës dhe të këndonte Kur'an. Thotë dhe nisi të lexojnë nga surja Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. I gjithëmshirshmi Allahu, ai është i cili i mësoi pejgamberit alayhis salatu wasalam Kur'anin, e kështu me radhë vijoi për disa ajete, duke lexuar domethënë me zërin e tij tërheqës, por dhe duke medituar ata të cilët e dëgjonin në fjalët të cilat ai i thonte. Mirë po, nuk do të zgjaste shumë, sapo e mbyllë të leximin e pjesës së Kur'anit dhe kthehen në bisha ashtu siç kishin zgjedhur të ishin realisht, duke e sulmuar atë Abdullahun dhe duke e bërë shembull dhe për të tjerët. Kur shkon tek pejgamberi alayhis salatu wassalam i thotë: "O Abdullah, pa nuk të thash?" Pra jo gjithmonë haku i nderuar im përcillet në formën që ti e sheh të arsyeshme. Haku ka metodën e vet, se si thuhet, sepse mund të bësh keq me të vërtetën e cila kishte për detyrë të bënte mirë. Ndaj dhe Allahu xhelle xhelalu ju drejtua dy vëllezërve, dy profetëve,
Harunit dhe Musait, të cilët do të shkonin për t'ia parashtruar këtë hak faraonit duke i thënë: "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." E ju të dy shkoni tek faraoni, se me të vërtetë ai e ka tepruar. Flitini atij me butësi. Ndoshta duke e përdorur pra në këtë formë, duke e përcjell të vërtetën në këtë formë, la'allahu yatadhakkar, mos i thret mendjes, u yakhsha, dhe i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Kjo është detyra se çfarë duhet bësh ti, por se si do të reagojë tjetri nuk mbetet më në dorën tonë. Por dhe për të patur sukses duhen ndjekur metodat profetike, ashtu siç vepronte. Por duhet të kesh kujdes vazhdimisht që kur tjetri ti thuash hakun, duhet jesh i pari ti që e ndjek dhe e pason këtë hak dhe atë gjë në të cilën i flet ti tjetrit. Lutem ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, na pajisë Zoti me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mundësoj Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mundësoj Zot të vdesim me dinjitet dhe me shahadet. Të lutem ty i madhnueshmi Allah të na i falësh gjunahet tona, të na i falësh gabimet tona, të na i falësh lëshimet tona, të na orientojsh për nga e drejta, për nga e mara, për nga e mira, të na vëllazërosh me njëri tjetrin, të na i afrosh zemrat ashtu sikur se i afrojmë trupat tan për namaz. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah të na mundësosh i fjala jonë në fundit për kësaj bote të jetë fjala la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Na mundësot të jetojmë me këtë fjalë dhe mësimet e saj, na mundësot të vdesim me këtë fjalë dhe të tubohemi në shoqërinë e profetit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për çdo sëmurë Allah shëroje, për çdo të stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e problemet e kësaj bote, Zot largoja smundjet, hallet, streset e brengat e tij. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për çdo të pastre, Zot strehoje, për çdo të pa ushqyer, Zot ushqeje, për çdo të pa veshur, Zot mundsoja të vishet. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah për vëllezërit dhe motrat tona anë mban botës, kudo madhrohet dhe njësohet emri yt, Zot i pranë tyre, ndihmojo i madhnueshmi Allah, jepu stabilitet, jepu siguri, jepu qetësi, e veçanërisht atyre të Palestinës, të Gazës dhe kudo derdhet gjaku i muslimanit, kudo trazohet siguria e muslimanit. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah, ta bësh vendin ton të begat, ta bësh vendin ton stabil, na mundësosh o Zot të jetojmë të qetë, na mundësosh i madhnueshmi Allah të prihemi dhe të drejtohemi nga njerëz të cilët të kanë frikë ty, por na mëshirojnë dhe neve. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah, të mos lejosh të dalim prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet parafuzuara, sikurse na e mundsove të mbledhemi në këtë ditë begat, në këtë vend begat, për të madhruar madhrinë tënde. Na e mundsoi madhruari Allah që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, bashkë me gjithë ata të cilët i duan dhe na duan për hatrin tënd, të tubohemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي